E ka parë sëmundjen 3 herë me sy, por asnjëherë nuk ka humbur besimin. Motra Marie Gracia Andreto, misionare prej 15 vitesh në Elbasan, është dëshmi e gjallë se forca e shpirtit dhe besimin në Zot mund të jenë më të fortë se çdo diagnozë. Në moshën 40 vjeç, u përball për herë të parë me kancerin, por historia e saj nuk ndaloi aty. Unë isha në Itali kur me diagnostikua me tumor në gjë, në moshë 40 vjeçë. Pas disa vite se ndesha me anë tjetër të gjiri. Me pas një i tretë, në moshë 60 vjeçë, në zore e trasë. Ka bërë operimi, ka bërë kemioterapia, dhe me pas prej 7 vites kam vazhduar kurat e tjera mjekësore. Edhe pse rruga ka qenë e gjatë dhe e dhimbshme, motra Marie Gracia thot se forca i ka ardhur nga Zoti. E kam përballuar edhe me dhimbje e njerëz të mirë që Zoti ka vendosur në jetën time. Mjekë, motra të tjera, njerëz që me kanë dashur e me janë gjendur pranë. Dhe me së shumti, me bindje se jeta ime është në duar e Zotit. Maria kujton se momenti i parë i diagnozës ka qenë më i vështirë. Kur dëgjova për herë parë fjala kancer, me duke i sigurë me iku toka nga këmbë. Forca ime ishte lutje. Jo vete e mia, por e shumë njerëz që luteshin për mua, ndoshta pa i njohur. Në Tetorin Roz, historia e motrës nga Elbasani kujton se lufta ndaj kancerit nuk fitohet vetëm me kura, por me besim, dashuri dhe shpresë.